Mosmarrëveshjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nuk janë më debate diplomatike të buta. Ato rrezikojnë të shkatrojnë vetë strukturën që ka mbajtur Perëndimin të Bashkuar. We were very disappointed with NATO. Për Kosovën kjo përkthehet në më pak garanci për sigurinë, më pak qartësi në dialogun me Serbinë dhe më pak momentum në integrimin evropian. Nobody knows what's going to happen. A mund të detyrohet Kosova të zgjedhë mes Washingtonit dhe Brukselit? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Për vite me radhë, Kosova mbështetej në një Perëndim të Bashkuar për të shtyrë përpara shtetëndërtimin dhe integrimin e saj ndërkombëtar. Tani ku Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po shfaqin gjithnjë e më shumë dallime në prioritetet dhe qasjet e tyre, kjo mbështetje nuk duket më aq e koordinuar, duke vendosur Kosovën përballë sfidave të reja politike dhe strategjike. Javën e kaluar u mbushën plot 27 vjet nga ndërhyrja e NATO-s që ndali dhunën e forcave serbe në Kosovë dhe ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë së saj. Vendimi atë kohë ishte i bashkërenduar nga të gjitha aleatët dhe konfirmonte angazhimin e tyre për të ndaluar gjakderdhjen dhe spastrimin etnik. Sot, ne dhe 18 aleatët tanë të NATO-s u dakorduam të bëjmë atë që thamë se do ta bëjmë, atë që duhet ta bëjmë për të rikthyer paqen. Që nga ajo kohë Kosova ka konsoliduar pavarësinë e saj. Me sfidat dhe sukseset e veta është njohur ndërkombëtarisht, është pranuar në organizata të ndryshme dhe ka bërë hapa të rëndësishëm drejt integrimit euroatlantik. Të gjitha falë mbështetjes së vazhdueshme të aleatëve perëndimor. Por rruga drejt antarësimit të plot në BE dhe NATO mbetet e gjatë dhe e lidhur ngushtë me perëndimin që sot është ndryshe, i përqartë dhe i paqartë në qëndrime. Tensionet mes SBA-s në njërin anë dhe Evropës në anën tjetër kanë kulmuar me luftën në Iran, por në fakt kanë nisur të rritën që nga fillimi i mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump për një varg çështjesh, nisur nga tregtia deri tek ambicjet e tij për territorin autonom të Danimarkës, Grenlandën. Në një nga paralajmërimet më të forta të bërra këtë javë, Trump kërcënoi se mund ta tërheqë SBA-n nga NATO-ja pas refuzimit të aleatëve evropian për të dërguar anije për të zhbllokuar ngushticën e Hormuzit pranë Iranit. Paraprakisht ai e përshkroi aleancën si tigër prej letre që nuk i jep mbështetje SBA-s. Do të them publikisht, jemi shumë të zhgënjur me NATO-n, sepse NATO-ja nuk ka bërë asgjë. Më e rëndësishmja është se ne u vijmë në ndihmë tyre, por ata nuk na vijnë kurrë. Megjithse kishte paralajmëruar se do ta trajtonte këtë temë edhe në fjalimin drejtuar kombit më 1 prill, Trump e shmangu atë. Në anën tjetër të Atlantikut, shefja politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas pranoi se marrëdhëniet mes dy poleve janë të komplikuara. Në një intervistë në gazetës Financial Times muajin e kaluar, ajo tha se Shtetet e Bashkuara duan ta përçajnë Evropën. Mendoj se është e rëndësishme që të gjithë ta kuptojnë se SBA-ja e ka bërë shumë të qartë se dëshiron ta përçajë Evropën. Ajo nuk e pëlqen Bashkimin Evropian. Deklarata u bë ato ditë kur administrata Trump nisi hetime tregtare ndaj Bashkimit Evropian dhe disa vendeve të tjera, duke i akuzuar për praktika të padrejta tregtare. Dhe si pasojë këto vende mund të përballen me tarifa të reja në muajt në vijim. Vendet e huaja që na kanë mashtruar për vite me radhë janë në ekstaz, janë shumë të lumtura dhe po vallëzojnë në rrugë, por nuk do të vallëzojnë edhe për shumë kohë. Për këtë ju siguroj. Jehu i kësaj përçarje ndihet larg dhe Kosova shfaqet si një partnere veçanërisht e brisht dhe e ekspozuar. Një studim i fundit i grupit për studime ligjore dhe politike në Prishtinë identifikoi 5 rreziqe kryesore që i kanosën Kosovës nga kjo situatë, nisur nga ndërhyrja në rritje në punët e brendshme të Kosovës, cenueshmëria më e lartë ndaj kërcënimeve të jashtme, erozioni i parimit të sovranitetit, forcimi i autoritarizmit, deri te pengesa në procesin e integrimit euroatlantik. Autori i studimit Alejandro Esteso Perez shpjegon për Ekspozen se Kosova është më e cenueshme se vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor
për faktin se statusi i saj i kontestuar e vendos atë në një pozicion të pafavorshëm ndërkombëtar, duke mos i lejuar të ketë njohje të plotë, pjesëmarrje të barabartë në institucionet ndërkombëtare dhe vend në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Këto 5 rreziqe duhet të kuptohen si tërësi. Të gjitha kontribuojnë në pozicionin aktual dhe të ardhshëm të Kosovës nëpërmjet dimensioneve të ndryshme dhe në shkallë të ndryshme. Ekzistojnë rreziqe brenda vendit, rajonit dhe ndërkombëtare, të cilat nxiten nga aktorë të ndryshëm, por të gjitha ndikojnë në pozicionin e Kosovës në afat të shkurtër dhe të mesëm. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel pajtohet se siguria dhe ardhmja politike e Kosovës janë gjithnjë e më të cenueshme. Ndërsa shpesh flitet për skenar konkret si tërheqja e trupave amerikane nga misioni paqëruesës i NATO-s në Kosovë KFOR, Vogel e sheh rrezikun kryesor diku tjetër, te pasiguria. Jetojmë në një mjedis gjeopolitik tepër të vështirë. Nuk kemi vetëm luftën në Iran, por edhe atë në Ukrainë, po ashtu Gaza mbetet e pasgjidhur. Tani ka luftë edhe në Liban dhe çështje të tjera të ngjashme. Të gjitha këto përqendrojnë vëmendjen nga një analizë strategjike për Ballkanin. Dhe me keqardhje duhet të them se Kosova ka rënë pothuajse në fund të listës së prioriteteve për europianët. Në këtë kontekst, Vogel paralajmëron se çdo ndryshim i mundshëm në praninë ndërkombëtare në Kosovë mund të provokojë veprime më agresive nga aktorë të ndryshëm. Ai nuk e përjashton skenarin e incidenteve të lokalizuara që mund të përshkallëzohen në një zinxhir reagimesh, duke theksuar se BE-ja nuk është e gatshme të përballet me Serbinë, e cila vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Pra, në rast se SBA tërheq trupat nga KFOR-i, kjo mund të ketë pasoja shumë serioze. Jo në kuptimin e një rikthimi të menjëhershëm të dhunës e lëreme të luftës, edhe pse, sinqerisht, në këto kohë dhe kushte kaotike, nuk do të përjashtoja asgjë. Me aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare, Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të bëjnë përparim konkret drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe kanë theksuar nevojën për mbështetjen e një marrëveshje përfundimtare të bazuar në njohjen reciproke. Megjithatë, dy vendet nuk kanë zhvilluar asnjë takim të nivelit të lartë qysh në shtator të vitit 2023, ndonse në BE kanë deklaruar gatishmërinë e tyre për ta ndërmjetësuar një të tillë. Vogel vlerëson se qëllimi përfundimtar i dialogut, njohja reciproke, është zbehur ndjeshëm në Bruksel, dhe shton se BE-ja nuk ka treguar interes real për të avancuar Kosovën në procesin e anëtarësimit, duke mbetur i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor pas status kandidati. Perez në anën tjetër thotë se është e vështirë të bëhen parashikime të sakta për dialogun me Serbinë, integrimin në BE dhe çështjet e sigurisë për shkak të paparashikueshmërisë gjeopolitike në Washington dhe paqëndrueshmërisë së zhvillimeve globale. Kriza aktuale energjetike që ka pasuar sulmin e SBA-s dhe Izraelit në Iran është një zhvillim i ri dhe fatkeq, që në masë të madhe nuk ka mundur të parashikohet. Kjo situatë po e detyron Bashkimin Evropian që ta zhvendos vëmendjen e tij diplomatike larg zgjerimit dhe Ballkanit Perëndimor, duke rrezikuar që Kosova të mbetet e neglizhuar. I pyetur nëse Kosova duhet të zgjedh anë mes SBA-s dhe BE-s, Perez thekson se vendi duhet të tregojë koherencë mes vlerave demokratike që promovon dhe veprimeve të tij në politikën e jashtme. Sipas tij, rreshtimi për krah regjimeve problematike në iniciativa ndërkombëtare krijon perceptimin e një nënshtrimi të pakushtësuar, më shumë se sa të një sovraniteti të mirëfillt, duke zbehur imazhin e Kosovës si shtet me ambicie demokratizuese. Kosova i është bashkuar bordit të paqes për Gazën, një nismë kjo ndërmarrë nga presidenti Trump, ku përfshihen edhe vende me prirje autoritare si Azerbajxhani dhe Uzbekistani. Fuqitë kryesore evropiane, përfshirë Francën, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Spanjën, kanë refuzuar t'i bashkohen këtij projekti dhe kjo, sipas Vogelit, tregon se Kosova në një farë mënyre ka marrë anë. Kjo është diçka që BE-s nuk i pëlqen. Aja nuk e sheh me sy të mirë që një vend potencial kandidat të rreshtohet aq hapur me SBA-n, në një veprim që shumë kush e konsideron si një organizim të mundshëm rival të Kombeve të Bashkuara.
Megjithatë, Vogel e konsideron këtë vendim si një lëvizje pragmatike dhe jo ideologjike. Përballë mungesës së perspektivës reale për antarësim në BE, refuzimit të njohjes nga 5 vende dhe qëndrimeve shpesh ndëshkuese të bllokut, ai thotë se Bashkimi i Kosovës me Bordin e Paqes shërben si mënyrë për të qëndruar pranë SHBA-s dhe si mburoj kundër ndryshimeve të papritura në politikën ndërkombëtare. Por pavarësisht kësaj, të ardhmen afatgjate të Kosovës, Vogel e sheh brenda Evropës, kryesisht përmes strukturave pan-evropiane dhe marrëdhënieve të forta dypalshe me shtetet kyç të BE-s. Për autoritetet në Kosovë, këto aleanca me perëndimin mbeten pa alternativë, por mungesa e koordinimit transatlantik, sipas analistëve, e ka kufizuar dukshëm hapësirën e tyre për manovrim. Ata theksojnë se e ardhmja e vendit nuk varet vetëm nga veprimet e brendshme, por në një masë të madhe edhe nga vendimet që merren në qendrat kryesore të fuqisë në perëndim. Dhe pikërisht aty, aktualisht mungon qartësia. Shikuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropailir.org, si dhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten ardhshme. Mirëmbëjtje.